Këto faktor, natyrisht që metodologjia e vlerësimit Atëherë të mos jemi pesimist, unë të merrova kur e para. Parasysh, por vlerësimi aktual është vlerësim korrekt. Standardet tona janë këto standarde, sepse janë shifra. Ka mundësi se ato ne po na hapen kapitujt për ditë valla. Për ditë ata u vinë, ata që vinë nuk janë edhe ata që s'marrin vesh. Natyrisht që ka vlerësim, po të marrësh edhe kapitujt e hapur. Dhe të marrësh benchmarket që janë përcaktuar për hapjen e kapitujve, paka shumë ka një përputhje edhe me vlerësimet që kanë bërë nuk ka gënjeshtra. Edhe kuptimi intuitiv mbi standardet tona është pothuajse në përputhje me dhënat që ne kemi nga instituti. Por kjo nuk do të thotë që në të ardhmen zhvillimet të jenë shumë të përshpejtuara dhe konvergjencat jetë më e shpejt. Kuptova. Pra, thelbi besoj unë i asaj që thamentoj në mënyrë akademike, është që gjithë ky proces i hapjes negociatave do na shërbej për të djegur etapat, për të ecur më shpejt. Patjetër. Dhe prandaj vjen edhe me fonde, prandaj vjen edhe me konsulencë, prandaj vjen edhe me monitorim të vazhdueshëm në çdo moment për secilin nga të 33 kapitujt dhe 3 kriteret. Pra, ky është një proces i cili synohet të na përmirësoj. Ky vlerësim, sigurisht, ajo që mora unë është disa nga ato ku ishim divergjent. Pra, ku shkonim pak kundër rrymës të vendeve tjera. Po ne nuk kemi vetëm se marrim shembullin e Rumanisë dhe Bullgarisë, që në fakt nuk janë shembuj më të mirë të anëtarëve të Bashkimit Evropian. Mund të marrim Kroaci dhe Poloninë, apo vendet e Balltikut, apo vendet e Visegrádit, pra Jo, mora rastin më pesimist, Bullgaria. Rumania natyrisht që është tjetër. Po Kroacia është bërë pjesë e Bashkimit Evropian e fundit, në 2012, pra pas Rumanisë dhe Bullgarisë, dhe ka ecur goxhan përpara. Po Kroaci kanë kërkuar më shumë standarde kur u fut. Patjetër, dhe ne do na kërkojnë më tepër dhe ne duam të na kërkojnë më tepër, sepse sigurisht duam që një kohë sa më të shkurtër të zvoglohet kjo distancë. A jemi gati ne për shumë i qetë njerë? Jo, dakor. Ke nevojë për një kafe nam? Jemi shumë afër, nuk jemi përballë. Ke atë punë e lajtizë. Po të duar se kemi... A jemi gati ne për të përthithur fondet e Bashkimit Evropian? Sepse ne kishim procesin e Berlinit, ku Serbia çonte 30 projekte dhe qeveria shqiptare çonte një projekt. A jemi gati për përthithjen? Sepse ne kemi fondet e fermerëve që nuk dihem se ku kanë shkuar, ose më mirë, e dihem që kanë shkuar në vila në Palas, por nuk kanë shkuar tek fermerët. Në vila në Palas, kanë shkuar në një projekt specifik atje, tani të lutem. Kanë shkuar te ish-kryebashkiaku i Kavajës. Kjo historia e përgjithësimit është, besoj unë, nëna e gjitha. S'është në hetim ajo. Ne të gjitha janë në hetim dhe të gjitha duhet të jetojmë. Jam pezulluar. Fermerët nuk marrin dot fondet e Bashkimit Evropian. E di shumë mirë besoj. Je informuar. Edhe një herë. E gjitha kjo është pjesë e atij përmirësimi që duhet bëjmë gjithë bashkë. Po kjo nuk do me thënë që ta ulim nivelin e diskutimit në vilat në Palas. Jo, jo. Janë hedhur në disa... Po ka marrë 300.000 euro më zotëri, si që kanë shumë pak atë sa mendon ti? Tani edhe një herë. Pse ka marrë ai për ndërtuar vilë? Po më shkonte për fermerët. Po sepse nuk e kam marrë standard. Standard evropian. Mire ka. Dhe duke i kthyer ata që kanë bërë shkelje dhe nuk kanë bërë shkelje vetë. Janë 24 ata që kanë shkelur. Dhe AZBR-ja dhe Ministria ka mbyllur sytë dhe i ka futur gishtat në vesh. E gjithë historia është, shikoni, Shqipëria sot, këtë vit ku jemi, do të mbledhë më shumë para, do të tërheq më shumë fonde nga Bashkimi Evropian, se sa kur ndonjëherë në historinë e vet, edhe pa planin e zhvillimit. Amin. Që do me thënë që është ka problematikë. Kemi staf më të përgatitur, kemi njerëz që janë trajnuar si duhet apo se duam ne? Patjetër, sepse ne kemi pasur një proces të cilin të gjithë Italia për shkak ka një problem të tillë. Nuk është në gjendje të thithë të gjitha fondet e Bashkimit Evropian. Edhe jugu i Francës, edhe jugu i Spanjës, se kanë të njëjtin problem dhe kanë dhe ata abuzime. Ndryshe nga Italia është pyetja, kemi marrë njerëz të sepse ne kemi marrë një angazhim që deri në fund vitit 2027 të mbyllim negociatat teknike, që do me thënë që duhet të kemi të gjithë mekanizmat institucional dhe ligjor që ti tërheqim këto fonde, sepse ne duam që ti djegim etapat siç kemi bërë deri në këtë moment, ku nga vagoni i fundit për Bashkimin Evropian i Ballkanit Perëndimor, sot jemi në të parin dhe prandaj na përmendi. Fondet do të rriqen për ata që janë në nevojë apo do të rriqen siç u Fondet të rriqen në bazë të programeve. Një pjesë e tyre shkojnë për financim të buxhetit të drejtë për drejtë, një pjesë shkojnë për programe specifike si... Pak me këmë në tokë se deri tani po flisni me fjalë bukura ndërkombëtare... Duhet ulim karriget atë. Po, jo, nuk i ulim dot karriget. Këm kryq. Si jetojmë ne shqiptarët? A mendon se niveli jon i jetesës është
në një standard me një europian? Se nuk e diti, uji është europian. Ajrin e kemi europian. Po këtë si do e ndryshojnë? Cilësinë e kemi europian. Unë mendoj që ka një diferencë të madhe edhe mes qytetarëve të Suedis me ata të Greqis, madje edhe mes qytetarëve të Italisë Veriut me ata të Italisë Jugut. Nuk është relativizim. Me një qytetar europian ose... vëndeve. Dhe është a kemi në ato standard jetese që minimalisht është në Europë, sot e kemi në Shqipëri? Minimalisht, do me thonë qëfar? Po pra po. Raporti nuk e arsimin, shëndetësi nuk e ke europianë ti? Nuk e përcakton. Kemi kaluar. Kemi kaluar. Ka një kemi kaluar. Nëse ne diskutojmë në kur raporti thot që e 100 vite mbrapa në infrastrukturë, ne dim që infrastruktura është primitive tani, ne nuk kemi nevojt në e thot raporti, dil në rrugë, ti din që infrastruktura jonë është primitive. Je vetëm i vend, je ndër vetëm, unë nuk e di nëse ka rast tjetër, që nuk ke një infrastrukturë të transportit e kurudor. Infrastruktura është primitive, kjo nuk është e vërtet për rrugët. Absolutisht, unë besoj standarde. Po hajde shkojmë sot në Pulja, që është shtatfishi i ekonomisë shqiptare, dhe shikojmë cilësinë e rrugëve atje dhe cilësinë e rrugëve këtu. Hajde shkojmë edhe në... Absolutisht, dalim i shojmë cilësinë e rrugëve. Pa tjetër, dhe të autostrada. Të shemben gomat e makinës sa po del në rrugë. Gomat nuk shemben qahen, është edhe çështja e ndërlidhjes, nuk është vetëm se ke disa rrugë të rregulluara. Dhe aty besoj që duhet dhe mund të bëhet shumë tepër. Çfarë transporti përballon, në çfarë standardesh e përballon, çfarë interkoneksioni ka me rajonin, me Europën, me vendet e tjera. Pra ka një seri standarde që reflektojnë pikërisht atë që kanë nxjerrë raporti. Dhe në këtë pikpamje ne jemi shumë larg vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm në infrastrukturë. Në të gjitha standardet e tjera, raporti tregon që ne kemi një konvergjencë shumë të mirë në pikpamje të digitalizimit. Dhe kjo deri si jemi aty? Njësë me parametrat e artë aty? Se na doli nevoja dhe sot jemi vendi 18 në botë për atë gjë për cilën u sulmuam. Tani, këtu të kjo, është mburur të kjo konferenca e fundit, ne jemi nga vendet që kemi më shumë sulme në botë, edhe ne përballojmë kibernetike. E tha, tani, ja futi kota po qa? Se ka dalë një rankim, ka dalë një tjetër studim, sepse ne në rast sistemi nga sulmet e Iranit, edhe pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës bën një projekt, ndërhyn, vendosën në dispozicion një fond të caktuar dhe kanë ndërtuar një strukturë të përballimit të tyre sulmeve kibernetike, e cila me sa duket i përballon në mënyrë të suksesshme. Por mbasi na ndodhi gjëma. Dhe natyrisht ata kanë investuar edhe në krijimin e know-hows, në formimin e burimeve njerëzore e kështu me radhë. Si standard. Ndodhi gjëma patjetër, po ama fakti që është zgjidhur kjo problematik duhet marrë si standardi i plotësuar apo jo? Kjo nuk ka. Zotë Nura, po ne na u vra gjykatësi në zyrë dhe ne tani ta bëjmë me polici, sigurisht që na ndodhin gjëma. Kjo është cilësia. Kjo është cilësia pra. Kur na ndodh gjëma neve reagojmë. Është mirë të parandalojë. Ka ndodhur 5 Po pse duhet ndodhte kjo? Ishte gati 120 milion euro në dispozicion që të mos ndodhte ajo, dhe ndodhi. Duhet dorishet presidenti dhe Po qeveria. diskutojmë paralelisht, nuk kuptojme. Nuk e kam kërkuar. Nuk e kam kërkuar atë. Çdo rast kauza dhe nuk e kam kërkuar. Edhe në Itali është vrarë gjyqtari i tjetri. Por që të kesh 243 ngjarje me armë zjarri në 6 muaj është shumë për Shqipërinë. Dhe kjo është statistikë. E dal nga qendra për kontrollin e armëve të vogla. Ka 243 incidente me armë zjarri në Shqipëri në 6 muajt e fundit. Do të thotë që qarkullojnë shumë armë. Pra ku jeti me sigurinë publike? Standardi bie. Kjo është pra. Në krahasim me të gjithë vendet e zhvilluara në 60 milionë të Bashkimit Evropian, nuk janë asgjë. Qoftë me incidentet me armë të vogla, qoftë me kriminalitetin e vogël, qoftë me numrin e vrasjeve dhe krimeve të dhunshme për 100.000 banor, që është metrika me cilën llogaritet. Dhe është shumë më mirë. Po ajo që do them se duhet fokusohemi te kjo. Ka një diferencë edhe brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Pra nuk ka një standard tërësor të miratuar për një francez dhe një lituan. Pra diferenca është Europian për konvergjencë. Dhe natyrisht jam shumë me mentorin. Tani, mirë, për qytetarët ma dhe përgjigjen. Ma dhe përgjigjen për qytetarët që të duken në nivel me europianët,
Kështu më the. Jo, çmimet i kemi më të larta se një Për atë s'ka drita. në varësi. Jo, unë thash, Jemi apo do bëhemi si europian? Shkon në supermarket. Një sekundë se pyeta e tij se duhet ta marr përgjigje nga e tij. e tjeni